Mbrëmjen e së hënës, publiku ka dhënë verdiktin e tij për këtë javë dhe rezultati është i qartë. Eliona është Paullo banorja e preferuar nga televotimi, duke siguruar mbështetje më të madhe të shikuesve. Ky vlerësim nga publiku vendos Elionën në një pozicion të pavarshëm në lojë, duke i dhënë asaj një mesazh por dhe një avantazh të rëndësishëm moral në një fazë ku çdo detaj dhe çdo vot kanë peshë. Mbështetja e fortë tregon se rrugtimi i saj në shtëpi po përcjellet me interes dhe simpati nga jashtë. Kurse mbrëm, po ashtu u dhanë dhe dy emrat më pak të votuar nga publiku, ku njëra vot shkoi për Tonin dhe tjetra për kushtrimin. Të dy banorët u shpanë të papreferuarit e javës dhe pas një alternativë ku anë direkt në nominim duke u përballur me një situatë delikate për vazhdimsinë e tyre në lojë. Ky zhvillim pritet të ndikojë ndjeshëm në kimin brenda shtëpisë pasi nominimi drejt për drejt sjell më pas më shumë presion, pasiguri dhe strategji të reja mes banorëve. Me afrimin e fazave vendimtare, publiku po dëshmon edhe një herë tjetër se vota e tij është faktori kryesor që përcakton fatin e lojës.